është darkë e mrekullueshme. Po, ashtu ishte. Këtu e gatuajnë shumë mirë peshku në skare, e di? Po. Çfarë ishte ajo? Gjithçka është në rregull. E kush na qen ka kjo? Ajo na shpëtoi. Prit, ktheu, kush je ti? I didn't count on this before my very first kiss. This isn't the path we choose, but there's so much we could lose. So team up, are you up for it? Put your hand in mine, it's a perfect fit. Team up, cause it's up to us, but it's hard to save the world when you're falling in love. If we band together like birds of a feather, we'll be friends forever, going up, up, up. Team up, cause it's not too late. We could save the day if we collaborate. Team up, cause it's up to us, but it's hard to save the world. Yeah, it's hard to save the world when you're falling in love. Vajza, kemi të lashe, është kej, seriozisht. Hej, çfarë po ndodh? Kjo po ndodh, lexojeni. Le ta shohim. Misteri në qytet. Femra sekrete superheroi shpëtoi jetën, lufton për bindshat. Burimet thonë se, "Wow, prit! Jo, prit!" Duhet të na ketë bërë dikush në një foto kur kemi qenë duke luftuar një prej dasit. Oh, s'mund ta besoj që kjo gjë po ndodh. Ju lutem, vetëm mund të mos jem. Dikush ka qenë gati për të na zbuluar herë ta vonë. Mos e vini dorën në zjarr, vajza. Kjo kafsha s'është miau si ne, dhe unë mund ta vërtetoj. Vështroni. Sikoni këtë? Jemi në të burimet termale, Kiki, po pse? Mund ta djegësh një herë mirë, të lutem. Ose dhe po ta grisësh bën punë. Po, ide shumë e mirë, Kiki. Aha! Prova A. Shikoni, Zoe ka trup shumë të ngjeshur për konkurs. Po, mrekulli. Dhe Bridget mund të jetë superheroin, se superheroinat nuk i kanë flokët si gjyshe. Gjyshe, vërtet? Dhe Corina është shumë e shkurtër, dhe unë jam edhe më e shkurtër se ajo. Kështu që asnjëra nga ne s'mund të jetë superheroine Mrekulli, misterishme. Tani mund të më grisësh të lutem? Sigurohu që të më heqësh kokën nga trupi që të mos më njohë askush. Mirë pra, nëse s'është asnjëra nga ne, atëherë kush mund të jetë? Po mendon gjë? Sigurisht, është vajza miau e pesë. Çfarë po ndodh? Çfarë është? Është e pesta, pjesëtarja e pestë e grupit, e gjetëm. Kjo është kurse si. Corina, vërtet nuk po e njeh këtë? Sigurisht që jo. Askush nuk e njeh aq mirë dikë sa Corina? Hej, çfarë ke aty? Çfarë po fshe, Corina? Asgjë, s'ka ç'të duhet ty. Prita sho! Jo, i kandej. Sa më shumë që ta fshesh, aq më shumë dua ta sho. Jo, të thash, i kandej. Ma trego. Lere, pas. Haj, kaba, le ta shohim. René Roberts? Këngëtarja? Ky është një nga ata librat e fansave të fiksuar. Edhe çfarë ka? Pse e bëni kaq të madhe? Kujtoja se këto libra i blinin vetëm djemt. I yti është? Jo, e la dikush në një tavolinë dje në lokal. Aha! Çfarë po bën? Përse po e pret Renen time të mrekullueshme? Si janë libra pa vlerë që ta dini? Shiko! Reneja ime e gjorë. Prova C. Shkon për mrekulli. S'ka mundësi! Nuk mund ta besoj. Ajo siluetë mrekullueshme dhe e përkryer është e idhullit tim. Vetëm se pas ka dhe vesh edhe një bishtë e vogël. Pra, kjo do të thot miau e pesë që nga Reneja. Ajo
më ka pëlqyer gjithmonë. Di gjithçka për të. Ka lindur në 3 dhjetor. Është shenja e shigjetarit, pasionante, artistike, është 1,82 e gjatë, peshon 59 kg. Flet disa gjuhë, përfshirë spanjisht, frëngjisht, japonisht dhe portugalisht. Ka pasur 9 hitet më të mira dhe 3 të tjerë në renditjen e 10 këngëve më të mira. Ka qenë protagoniste në 2 filma të mëdhenj dhe pritet që këtë vjesht të nxjerrë nëpër dyqane edhe linjën e saj të parfumeve. Corina? Është kaq e jashtëzakonshme. Gjithë jetën kam ndoruar që të jem si ajo. Corina! Do jetë miau miau më mirë. Do luftoj që të mbroj planetin ton dhe do ketë stilin miau miau. Do ketë edhe hirin miau miau. S'mund ta besoj që do luftoj të këqind me Renen. S'të mendoja kur si tip që adhuron yjet, Corina. Shiko, nuk është se fiksohen pas çdo aktoreje që s'vlen 2 lekë. Reneja është e veçantë. Është e vërtetë dhe do ishte mrekulli nëse do ishte pjesëtarja e 5 e skuadrës Miau Miau. Por duhet jemi shumë të sigurt përpara se sa t'i afrohemi asaj. Na duhen prova. Pikërisht. Prandaj mendoj se të gjitha duhet të bëni një audicion për talentin e vërtet. Emisioni televiziv? Ka ndodhur këtë herë. Kam frikë se njëra nga Miau Miau të ka shkatruar një nga kryeveprat e mia të fundit, një peshk të përzgjer prej dasit. Prej të vetme? Kam frikë se po. Është si ujk vetëmtar, nëse mund ta quash kështu, por mos u shqetëso, kam lajme të mira. Kam menduar një mënyrë që t'i japim fund Miau Miau dhe të tjera. Ke për të parë, do ta bëj. S'mund ta besoj që Rene Roberts është kryetare jurie dhe e ftuar si personalitet i veçantë në sezonin e ardhshëm të Talentit të vërtet. S'mund ta besoj që Elioti na siguroi një audicion. Dua të them se çdo vajzë në botë do donte të ishte në këtë emision, apo jo? Po, vetëm mos u shpërqendro. Jemi vetëm për t'u siguruar nëse Rene është një miau miau. Kjo është shumë e mrekullueshme. S'mund ta besoj që jam në audicionin e Talentit të vërtet. Dikush duhet të më pickoj që të zgjem nga kjo ëndër. Sinqerisht, mblidhe veten, Zoj. Këtu ke ardhur me një mision shumë të rëndësishëm. Po, e di, por pa mendoje pak, Corina? Po sikur të më pëlqej. Do nis linjën time të kapeleve të quajtur kapele luksoze. Do regjistroj një disk të bukur dhe të gjithë do duan copa nga torta e Zojit. Dhe atëherë... Zoj, tani ti e bërë kaq e famshme. Unë jam nga një qytet i vogël dhe pa vlerë. Ti duhet që tani të më harrosh mua. Mark, jo, mos thuaj gjëra të tilla. Edhe pse jam bërë një yll ndërkombëtar dhe të gjithë i kanë ditë si dhe mi nuk... vetëm një njeri e ka zemrën time. Lëri këto tani! Seriozisht, mblidhe veten. Vajza, ejani. Mirë zonja, fillojmë! Njerëzit mendimit të cilëve mund t'ju bëjt famshëm kanë ardhur. Vajza, shikoni. Ai me mustaqe. Ai burri aty është pikërisht Zoti Le Pen. Si mongoli famshëm i modës franceze, thonë që është aq i keq sa i bën të gjitha modelet për të qarë. Wow! Dhe tani, e fundit por sigurisht jo më pak e rëndësishmja, personaliteti i saj e ftuar si kryetare jurie zonjusha Rene Roberts. Ha? Wow! Sa bukur, pas ka vënë syze dielli. Qën ka jo vërtet? Qën ka vërtet Reneja? Dhe tani, le të filloj audicioni. Numri 15, Corina Baksov. Këtu. Përshëndetje. Pra, zonjush Baksford, çfarë keni përgatitur për sot? Ai duket shumë nervoze apo jo? Tani Corina, mos e prish, mos e prish. Kemi telashe! Dikush ka humbur këtu një këlysh majmuni flakhedhës! Një këlysh majmuni flakhedhës? Kështu thaj? Mendon se është një predasit? Wow! Mark tregji! Se më lini pas, mendoni se jam shumë e vogël, a? Apo jo? Jo, Kiki! Dhe unë do të marr pjesë në audicion!
harroni të daleni me këtë emision. Mos harroni terapin tuaj. Imagjinoni një liçen blu dhe të qetë. Po mundoheni të bëni ju vajza këtu, Zoti Le Pen është me ilaçe dhe ju po e mërzisni? Na falni. S'ka më audicione për sot. Mos. Jo, ishim vetëm unë edhe kjo majmunja e vogël. Po, dhe unë, do ikim me njerë, mos e ndërprisni audicionin. Ju lutem, zotri. Na vjen shumë keq që u shqetësuam, zoti Lëpint, nuk ka asnjë vlerë, por kam qenë gjithmonë adhuruese e çantave tuaja. Ai nuk bën çanta. Audicioni për sot mbaroi. Dilni që të gjitha jashtë. Audicionet mbaruar. Ju lutem lereni shoqen tonë të bëj audicionin, ajo s'ka lidhje me këtë. Largohu nga skena. Ose kemi për të lajmëruar rojet. Kjo s'do t'jetë e nevojshme. Gjithçka është në rregull, jam e sigurt që këto vajzat nuk e bën me dashje. Po mundohen të argëtohen pak, vetëm kaq. Ky emision s'është për tu argëtuar, bëhet për punën e ëndë, talentin dhe profesionalizmin. Sigurisht, por nëse pjesëmarrësit nuk e bëjnë që të duket argëtues, askush s'do e shikonte dhe do pezullohen në qytet. Zonjusha Robert, ju lutem mos e mërzisni më shumë. Interesante. Nuk më duk sikur po flisja me ju. Shikoni zoti Le Pen, secili ka një ide vetëm rreth argëtimit edhe mua këtë vajza më duket shumë argëtuese. Po më vjen keq, po mua nuk më duken as pak zbavitse. Jam dakord që sjellja e tyre ishte pak e çuditshme, po ndoshta kanë nevojë për pak trajnim. Kush e di ç'mund të ndodh, me pakta duhet të marrin disa pikë për krimtari. Çfarë janë duke thënë? Nuk ja kam fare iden, por më duket. Très bien. Mund t'i tregoni këtyre vajzave se çdo të thot talenti vërtet. Kush, unë? Patjetër, por tregoni but. Ai dëgjuat, ajo do të kërcej. Po, kjo është dita më e bukur nga të gjitha. Rene, kjo është mrekullueshme, apo jo? Po, e di, është një balerinë e shkëlqyer. Super! Rene, një vajzë mjau si unë. S'duroj dot më. Korina! Rene, të më falësh. Mirë, para së gjithash je mrekullueshme. Ja e thash. Por tani më e rëndësishmja, je një superheroin, Rene. Është e vërtet. Ke një shenjë të re të çuditshme në trup, apo jo? Edhe unë. Unë jam pjesë e kësaj skuadre. E di çfarë më pëlqen më shumë? Cila është pjesa më e bukur e të qenit aktore famshme dhe gjëra tilla? Është kjo. S'ka rëndësi se ku shkoj, do të dalë ndonjë çmendur që pretendon dhe betohet se janë pjesë e skuadrës së tyre të superheronjve. Zhduku e të çmendur. I tha vërtet e çmendur? Po, ishte shumë e rëndë. Ajo shpërtheu vet. Po, gjithçka duket pak e papërshtatshme. Një shejtane që kërkon një tjetër dhe ndodhi ajo që ndodhi. Ej, hë tani Eliot, mjaft me kaq. Lere të qetë, ajo shumë e mërzitur. Korina? Më vjen vërtet jashtëzakonisht keq për atë që bëra. Nuk ka asgjë, nuk është fa yt që jeta ime s'ka kuptim. Habitem me faktin, pse do ta mohonte Reneja që është një vajzë mjau mjau? Do që të heq dorë nga karriera e saj shkëlqyer që të bëhet një çmendur, të punojë në kafene dhe të luftojë alienët? Dikush e ngacmoi qenin. Çfarë? Aktivizau, Zoe, aktivizau! Alarm predasit, alarm predasit! Shkotua ju të tjerave! Kristali I fuqis! Shtëri! It's not how we dress or what we possess. From the very start, it was there in our heart. When we get together, we know what to do. 'Cause me plus you equals Mew Mew. We got the animal instinct. Nothing can stand in our way. We got the animal instinct. Change the world if we start today. We can change the world if we start today. We got the animal instinct. Stili mjau mjau, nuri mjau mjau. Në fytyrën tënde fuqia mjau mjau. Këtu, Zoe! Brenda shtëpisë së madhe të errët! Oh, sa mirë.
mirë. Shpresoja të ishte ndërtesë e vjetër dhe frikshme. Ne jemi të sigurta që ka një predasit këtu brenda? Bën mirë të ketë. Nuk zgjohem dhe transformohem kot më kot. Shkojmë ta gjejmë dhe ta kapim me skelma. Prisni! Kush është atje? Hej! Ajo është? Qen ka Rene! Po çfarë po bën aty? Alarm predasit! Alarm predasit! Ku mini miau? Nuk shoh asnjë. Se dia që ishte fest, do kisha veshur diçka më të përshtatshme. Ju ka treguar Rene për rolin e saj më të fundit, do jetë protagonistja dhe antarja më e re si një klonve. Sa për ju vajzat e tjera miau, besoj se nuk e fituat audicionin. Forca Rene! Si e vërtet me këtë apo jo? Mendoja se macet pinin gjithmonë në këmbë. Ik! Shikoj këto krijesa patetike, Rene. Ju thash se po bënin zgjedhjen e duhur. Dhe s'kishte as pse të konsultoheshin me agentin tuaj. Erdhi koha të xhirojmë skenën e parë, në të cilën ti shkatron tjetrin, miau miau të mbrapshta. Rene, s'ke emocionet e skenës apo jo? Këndoj një këngë për 600 arka, xhepa plot thekër, 4 vajzat miau pjekur si pjepër. Jepi! Miau miau, kotele keqe si një lule prisht. Ka qelli zbritën mëllënjat për t'i dhënë fuqi. Kujdes, Rene! Jam I sigurt si një vajzë si ti do të donte të kishte këmbësore. Sulm, sore mrekullueshme. Wow, duket sikur po kërcen. Sepse donte që të bashkoj me Siniklona. Por në të vërtet do e takonte për ta përplasur një javë larg. Sa e mrekullueshme! Ajo krejt e vetme e përballojnë poshtjen e drenit edhe nuk po e feston. Kjo është e mrekullueshme. Pra ti do bashkohesh me ne dhe të luftosh Siniklonët, apo jo? Hapi syt. Ha? Unë punoj vetëm, vajzë, më vjen keq. S'kam nevoj për ju, vajza. Ju jeni të gjitha të çmendura. Rene, por ti je njëra nga ne. Duhet të jemi bashkë për këtë. Rene! Largo nga unë. Mos më prek me dorë. Nuk jam e interesuar. Të lutem, Rene.